Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Demi. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur dhe po fillojmë me strength, që do të thotë forca. Forca të dashur, demër e qetë që vjen nga vetë kontrolli. Demi është të mësuar të duroj, sidomos këtë periudhën e fundit. Për këtë herë durimi i juaj po vjen nga vetë dia, jo nga frika. Ti e di, të dashur demër, çfarë vlen dhe s'ke më nevojë të luftosh për ta dëshmuar. Strength ndryshe thotë një triumf mbi një situatë, çfarë do lloj gjëje që jeni duke përjetuar, triumf mbi atë gjë që deri tani nuk keni mundur ta menaxhoni, ta kontrolloni apo të gjeni një zgjidhje. Dy të shkopive të dashur demër është tregon se je në një pikë vendimi, një rrugë të vjetër, që ndoshta është më e sigurt apo një mundësi e re që kërkon guxim. Të qëndroj apo të largohem. Thjesht një shembull. Do thotë, pra, një vend i sigurt apo një mundësi e re që kërkon guxim. Është një ndjenjë indiference në pamje, por në thelb është mbrojtje. Si për të mos e djegur veten me vendime të ngutshme. Do thotë, keni patur mundësinë deri tani diçka mos e bëni me nguti, por bëni me zgjuarsi, të dashur. Temperance, letra tjetër, tregon apo vjen për të kujtuar se gjithçka duhet të vijë me mas, në balancë. Është periudhë ku gjërat duhen bërë me kujdes, duke përzierë logjikën me ndjenjen, dhe çdo gjë po ndodh tani. Po ndodh për të rikthyer qetësinë. Do thotë, diçka që është dashur të bëni më herët, tani sikur nuk është koha, nuk është momenti, duhet të prisni dhe ca për ta bërë me zgjuarsi, për të analizuar pak më shumë, nga që nuk është momenti. Keni patur shanse më herët, por nuk i keni përdorur. Dhe kjo këtu tregon pra të balancuar. Temperance apo qëndrueshmëria tjetër, të jeni më të qëndrueshëm dhe më të balancuar, të dashur. Pastaj në leximin e juaj shfaqet dy të shpatës, të dashur. Është fuqia jote që po rritet, sapo të fillosh të besosh në veten tënde. Kjo letër të kujton se tjerët të mund të shohin si të qetë, por brenda ke zjarr që s'mund të shohet. Përdor atë zjarr për të krijuar, për të marrë drejtimin e jetës tënde, pa kërkuar aprovim. Sigur, dëshira e madhe për të bërë diçka, për të vendosur diçka, por duke pritur aprovimin e dikujt, apo si do kuptohesh nga të tjerët. Kjo është aty që ta them unë pakës është qalon aty. Jo, absolutisht është koha të ndalosh, të dyshuar në intuitën tënde. Mos haro, mos pasja e zgjedhjes është gjithashtu një zgjedhje. Do thotë të dini cilën ta merrni. Pra, dy të shpatës tregon hezitim, nuk dua ta shoh një vendim që po shtyn sepse të trem pasojat. Pra, dhe mos pasja e zgjedhjes është gjithashtu një zgjedhje. Dhe pas kësaj vjen një letër goxha e bukur, të dashur demër, është fuqia jote që po rritet, mbretëresha e shkopive. Sa po beson në veten, sa po të fillosh të besosh në veten tënde. Kjo letër të kujton se të tjerët mund të shohin si të qetë, si stashë. Dhe në këtu, duke i bashkuar letrat, si të qetë, por duhet të rindisni atë zjarr, se këtu është dyshim, dy shpata tregojnë dhe me një farë mënyrë dyshimet e juaja. Dhe për t'i bërë këto, që mos t'ju ngatroj kokën, është nuk dua të shoh, nuk dua të bëj. Këtu kërkon guxim.
pa kërkuar aprovim. Çfarëdo që të jetë, duhet qenë më të vendosur për të gjetur atë rrugë, por atë rrugë duke e balancuar marrë dhe logjikën dhe ndjenjen, dhe do dini të bëni më të mirën e mundshme për zgjidhjen e juaj të dashur. Këtu kam asin. Asi i shkopive vjen si një shpërblim energjie. Thash që në fillim duke i parë se dhe pse lexoj këtë e shikoj këtë tjetrën për t'i lidhur të dashur letrat. Pash që në fillim që është një shpërthim energjie, një fillim i ri pas gjithë kësaj qetësia apo dyshimi apo frike, si do që ta quani. Mund të jetë një projekt, një lidhje apo një ide që do të ndezë sërish shpirtin. Asi është letër e madhe, diçka e re në jetën e juaj, por gjithë leximi juaj thot, mos u frikson nga qetësia. Ajo po të përgatit për shpërtimin e duhur. Brenda heshtjes tënde, po piqet një zjarr i ri. Kam zjarrin këtu, të dashur? Një zjarr i ri. Kur të vi momenti, pra, pasi keni bërë atë balancën të dini, do veproni me guxim, si që është kjo këtu dhe kjo këtu. Që të dyja apo të treja keni zjarr të dashur demër, këtë herë gjithçka do të filloj të ketë kuptim. Pra, po fillojmë me forcën, por të menaxhuar, absolutisht, jo të shpërthejmë, jo të ngutemi, me një forcë të menaxhuar, dhe do arrini aty vërtet ku dëshironi të dashur demër.